Mirë, dakord. Mos shqetësohu se do ta sqarojmë gjithë. E para, sa i përket kërkesës më shumë se 36 deputetëve të opozitës për shkarkimin e kryetarit kuvendit. Zoti Kılliçi e ju të nderuar antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike e të tjerë të mbetur këtu. Neni 114.4 e rregullores e ka sqaruar, votohet kërkesa. Nuk ka, raportet janë relacione shoqëruese mbi bazën e arsyetimeve të elaboruara përgjatë diskutimeve të frytshme në Këshillin e Legjislacionit. Bazuar në 60.1, votimi bëhet i fshehtë sa herë që bëhet fjalë për persona. Nuk ka pasur një kërkesë, edhe nuk u përmend të depozituar nga ana juaj përpara për mënyrën e votimit, se mund të kishte kërkuar të bëhej edhe me fletë votimi, e përpasoj, sqaroni dhe kryetarin e partisë tuaj, mos dali në televizor t'ja fusi kot siç e bën zakon. Jo votohet raport, votohet vetëm kërkesa për shkarkim. Dezertimin tuaj që u mbush mali plot me rrush edhe na polli një vetëm vota në favor, 10 vota në favor të kërkesës për shkarkim, shkoni mblidhni grupin parlamentar, gjeni ku ju kanë shkuar votat, nuk kanë ardhur këte nga ne, po nuk dihet ku kanë ikur, siç ndodh raste këtu, që personat janë shpallur në kërkim, nuk dihet dhe kanë ikur në drejtim paditur. Na vjen keq që keni humbur edhe 26 ka firmëtarët, nuk kanë votuar për kërkesën tuaj, po ky nuk është faji jon. Pra erdhët me 36 veta, sot dolët me 10. Po të vini edhe një herë tjetër, s'di si dilni. Këtu mbyllet diskutimi për pjesën e parë. Sa i përket çështjes, zoti kryetar, po kërkoj edhe 1-3 minutë tjetër për shkak të kërkesës dhe e tha zoti Kılliçi, dua thjesht ta riafirmoj. E para ka të bëjë me minutazhin, natyrshëm ne kemi pasi diskutim konferencë kryetarëve. Shqetësimi që u ngrit këtu edhe për 2 pika të rendit ditës që mbartin një rëndësi sa i përket agjendës politike të opozitës dhe unë e respektoj agjendën tuaj politike. E kam thënë dhe në konferencë kryetarëve, kolegë, keni 2 çështje, cilat për ju kanë një rëndësi. Hajde të flasim, të diskutojmë se si mund ta përqasim agjendën e ditës sotme në mënyrë që dhe ato 2 pikat marrin vëmendjen e duhur. Por nuk kemi pasur dakordsi në atë diskutim, në kuptimin jo se kam ardhur me propozimin që të vinë pike parë në ditës, se ju e dini fare mirë që kjo duhet vi me shkrim, duhet vi përpara, gjë që dikush nga ju duhet ta ndjeki si procedurë parlamentare që të gjërat të vinë verba volant scriptum manent. Pra duhet vini me letra, jo kështu çohet njëri këtu në mes, thotë ta mund ta bëjmë këtu. Megjithatë, mendoj që përgjatë zhvillimit të seancës, për shkak se kemi një pikë të rendit ditës tani që e kemi dakordsuar dhe duhet të fillojmë me të, bashkë me zotin Kılliçi të ulemi dhe të gjejmë një moment kur le të themi ta diskutojmë në mënyrë që të kemi dakordsinë. Sa i përket minutazhit, tërhiqemi nga kërkesa jon për